Gamberi, do të flasim për deklaratën e Trumpit, cila është tashmë flet për marrëveshjen me Iranin, pra një ofertë reale diplomatike, apo mund të jetë edhe ndoshta ndonjë presion klasik ushtarak i paketuar ndoshta si dialog. Si e shihni zoti Gamberi, ku mbaron këtu diplomacia dhe ku fillon ndërkaqja dhe kërcënimi drejt për drejt? Po, besoj që në rastin e Iranit jemi në kufir midis diplomacisë edhe përdorimit të forcës, të cilat përshkojnë paralelisht të dyja. Natyrisht presidenti Trump do të kërkojë që nëpërmjet shfaqjes së forcës tashmë haptazi, siç e dini, në rajonin e Gjirit Persik po grumbullohet një kapacitet shumë i madh forcash nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt Gjirit Persik tashmë janë drejtuar 3 luftanija amerikane, kryqëzor dhe natyrisht aviacioni ushtarak amerikan që po lëviz qoftë nga bazat amerikane përreth rajonit, por edhe nga vende të tjera kryesisht në shtetet e Mesdheut, ku Amerika ka bazat e saj ushtaraka qoftë në kuadër të NATO-s apo bazat që i kanë në kuadër të marrëveshjeve dypalçe me vende të ndryshme. Natyrisht kjo vjen mbas një lloj përshkallëzimi dhe të retorikës diplomatike midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë së Iranit të kohët e fundit, e cila në vitin e kaluar, që dimi dhe për shkak të konfliktit midis Izraelit dhe lëvizjes Hamasit, të cila mbështetesh nga Irani, u shoqërua edhe me bombardim të aviacionit luftarak amerikan ndaj implanteve bërthamore në Iran, ndërsa tashmë po shkohet drejt asaj që mund të konsiderohet edhe qëllimi final i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, synimi për të krijuar kushtet për një ndryshim regjimi në Iran, të cilën neve do të shohim në rast se ky do të krijohet fal presionit diplomatik apo dhe sulmeve ushtarake. Megjithatë, një gjë duhet theksuar, vendet e Gjirit Persik janë të shqetësuara që kjo të zgjidhet në mënyrën sa më të mirë të mundshme, sepse një përshkallëzim i situatës në rajonin e Gjirit Persik, duke pasur parasysh dhe peshën që ka Irani në rajon, është një vend me sipërfaqe të konsiderueshme, dan kufit me shumë shtete, vendet e Gjirit që janë kryesisht vende arabe sunite ka një marrëdhënie të përzier me qeverinë e Iranit, pjesa më e madhe e tyre janë në konflikt, pra nuk është një marrëdhënie, do të thoja, e cila është shoqëruar nga bashkëpunimi dhe misia që prej revolucionit të 12 shkurtit 79-s që rrëzoi regjimin e Shahut dhe solli regjimin e Khomenit në Iran, por nga ana tjetër duhet të theksoj edhe një element shumë të rëndësishëm, rolin e Turqisë në këtë konflikt. Jo më larg se dje ka pasur një deklaratë të qeverisë turke nëpërmjet zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme dhe Ministrit të Jashtëm turk, që Turqia të bëhet ndërmjetëse e një dialogu midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë së Iranit për gjetur një zgjidhje që mund t'i kënaqte të gjitha palët. Në fakt, e vetmja zgjidhje që duket që kënaq Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ndryshimi i regjimit, pra largimi i Khomenit dhe qeverisë së tij, dhe të shikohet mundësia për një qeveri kalimtare në Iran dhe ndoshta pastaj edhe për të parë mundësi të tjera të përfshirjes faktorëve të tjerë politik. E qartë, zoti Gamberi, nga ana tjetër, nëse këto negociata do të dështojnë, pra apo i ofrohemi një skenari konfrontimi të drejtë për drejtë pra midis SBA-s dhe Iranit, dhe çfarë pasojë do të kishte sigurisht kjo për rajonin, por sigurisht edhe për sigurinë globale? Në qoftë se do t'i kthehemi një shprehje të Clausewitzit, një general i famshëm prusian, i cili thoshte që lufta është vazhdimi diplomacisë me mjete të tjera, natyrisht në momentin që shtarrojnë mjetet diplomatike, forca ngelet një nga elementet që përdoret në zgjidhjen e krizave apo edhe në shumë aspekte që kanë të bëjnë me kushtëzimin diplomatik edhe në raport me marrëdhënien të ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se përshkojnë drejt këtij skenari, megjithatë unë do të theksoj që deri në fund do të synohet zgjidhja sa më e butë, e cila nuk do krijonte përshkallëzime, të cilat do vinin në vështirësi dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon dhe veçanërisht Turqinë, por edhe Arabinë Saudite apo dhe vende të tjera, përfshirë dhe Irakun, ku është një vend i cili është ende i pastabilizuar nga pikpamja politike pavarësisht largimit të trupave amerikane atje. Nga ana tjetër duhet të theksoj edhe një element tjetër. Irani është një vend shumë i madh nga pikpamja popullsisë, me afërsisht 90 milion banor, ka një territor shumë të madh, kështu që bëhet e vështirë dhe ndërhyrja, pra nëse do kemi një ndërhyrje ushtarake qoftë nga ajri apo nga toka, do të jetë shumë e vështirë administrimi i procesit që vjen më pas, dhe mos harrojmë që presidenti Trump është dhe përballë një premtimi elektoral
i cili ka thënë që unë nuk do të krijoj luftra të tjera ku do të përfshishte edhe Bashkurat e Amerikës, sepse në qoftë se do të ketë një përdorim të forcës, natyrisht Irani do ta lidhë atë ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo pastaj mund të krijojë probleme të tjera në periudhë afat shkurtër, afat mesme dhe afat gjatë për stabilitetin rajonal, por edhe për vetë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. E qartë, zoti Kamberi, nga ana tjetër, Teherani ka paralajmëruar se është gati të rifillojë bisedimet me Shtetet e Bashkuara, por ato duhet të jenë të drejta dhe të mos përfshin aftësinë mbrojtëse të Iranit. Mendoni se kjo tashmë është një linjë kuqe që e bën çdo marrëveshje reale shumë të vështirë për Washingtonin? Besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çdo diskutim që do të bëjnë me Iranin do të kenë parasysh dhe interesat e Izraelit. Aty për shkak se Izraeli ka bërë qartë që është kundër programit bërthamor të Iranit, pra nuk kërkon që Irani të ketë një armë bërthamore, duke pasur parasysh edhe peshën që ka ai në rajon, por veçanërisht edhe raportet ende të pazgjedhur që ka Izraeli në rajon në shumë vende. Mos harrojmë që Izraeli aktualisht ka vetëm 2 marrëveshje paqe nga vendet e Gjirit Persik, ka vetëm me Egjiptin dhe Jordanin, dhe janë dhe mjaft vende tjera që rrethojnë Izraelin, të cilat qoftë vendet e Gjirit Persik, por ato që janë afër tij, të cilat ende nuk kanë një marrëveshje paqe apo bashkëpunimi me Izraelin. Dhe ky kërcënim i vazhdueshëm që ndjen Izraeli në kufit e tij tashmë prej gati 80 vjetësh, që u shoqërua edhe me konfliktin e 7 shkurtit të 7 tetorit të vitit 2023, e rikthen her pas here presionin mbi Iranin, cili si një shtet që të paktën vitet e fundit është përpjekur të mbështesë lëvizjet në rajon që kundërshtojnë ekzistencën e shtetit të Izraelit, përfshirë dhe vetë shtetin e Iranit mbas revolucionit të 12 shkurtit të vitit 79, duke pasur parasysh dhe një element tjetër mjaft interesant, që Irani, për një paradoks të historisë, ka qenë ndër vendet e para që e ka njohur Izraelin, por pas ndryshimit të regjimit atje në shkurt të vitit 79, kemi një ndryshim të qasjes Iranit ndaj Izraelit dhe Irani ka bërë qartë që nuk e njeh shtetin e Izraelit. Dhe përgjithsisht të gjitha këto element, të gjitha këto faktorë të cilët i ka prodhuar historia kanë ardhur në një pikë vlimi tashmë që ndoshta mund të çojnë drejt një ndërhyrje ushtarake Shteteve Bashkuara të Amerikës në Iran, por siç e përmenda pak më parë, kjo do të jetë zgjidhja e fundit dhe megjithse nëse do të përdoret, shumë ekspert ende vlerësojnë rëndësinë dhe efektivitetin që ajo mund të ketë, por dhe pasojat që ajo mund të prodhojë në periudhë afatgjatë për sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Zoti Kamberi, nga ana tjetër, mendoni se Irani po e përdor kërcënimin ushtarak si një mjet presioni diplomatik? Kjo është mos e natyrshme. Irani po ndjek ligjin e 3 të Newtonit, që çdo reagim ka kundër reagim, ai po përpiqet të rezistojë, qoftë në mënyrë diplomatike, por duke përdorur edhe do të thoya edhe kërcënime, mund të harrojmë një deklaratë të para pak ditëve të ministrit të jashtëm të Iranit, Ali Akxhaj, apo të liderit suprem Khamenei, të cilët e shoqëruar edhe me postera në Teheran, që në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do synojnë një konflikt me Iranin, ne jemi gati që të përballemi dhe rajoni do të përjetojë një periudhë krejtësisht tjetër nga ajo që ka aktualisht. Megjithëse nuk është e qetë, por mos harrojmë Irani, siç e përmenda pak më parë, qoftë për nga fakti që ka qenë për një periudhë të gjatë nën embargo etj, ka krijuar një mekanizëm vetë mbrojtje, qoftë edhe nga pikpamja e kapacitetit ushtarak, pavarësisht ballafaqimit që mund të ketë me një superfuqi siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mos harrojmë që në këtë rast përdoren elemente të luftës hibride, pra kur një vend me fuqi mesatare përballet me një superfuqi, të cilat më e bëjnë të vështirë dhe të lodhshme për çdo vend sado të madh përballimin e saj në terma afat shkurtër, afat mesëm apo dhe afat gjatë. Rasti i Irakut dhe Afganistanit ishte një shembull i cili tregon që nuk mund të arrish të menaxhosh siç duhet konflikte që krijohen në territore të mëdha, por edhe me një lieri të madhe etnike, fetare, të cilat e vështirësojnë shumë procesin që vjen pas hapit parë. E qartë, zoti Kamberi, nga ana tjetër, çfarë domethënie ka vendosja e një afati të fshehtë për Iranin dhe pse presidenti Shahbaz refuzon ta bëjë publike? Natyrisht janë pjesë e teknikave të diplomacisë, mos harrojmë që negociatat diplomatike gjithmonë zhvillohen në prapaskenë.
në këtë rast ka dhe ftesa për dialog të hapur, por kryesisht në rastet e krizave të tilla, në rastin ku bëhet fjalë, siç e përmenda pak më parë, mencionimi për të krijuar një ndryshim regjimi, siç ishte në rastin e Sirisë, kur aty u bë mundur që në momentin që presidenti sirian Assad mori një ftesë dhe një leje natyrisht nga presidenti i Rusisë Putin për të u zhvendosur bashkë me familjen e tij drejt Moskës, atëherë ju dhanë të gjitha garancitë dhe më pas forcat e tij kundërshtare morën në kontroll kryeqytetin e Sirisë, Damaskun. Pra dhe në këtë rast, unë e kam theksuar edhe në intervista të tjera, ndoshta në prapaskenë të diplomacisë, edhe diplomacia ruse po synon të krijojë një ndërmjetësim përveç asaj turke që ka bërë të hapur ftesën, në mënyrë që nëse do të ketë një ndryshim regjimi në kuptimin e largimit të ekipit që qeveris tashmë Iranin prej shumë vitesh, për të krijuar premisat për një tranzicion do të thoja të kadifejt aty, pra jo të që vjen nëpërmjet ndërhyrjes së armatosur, kjo mund të jetë pjesë e strategjisë edhe të Departamentit të Shtetit, por edhe vetë presidenti Trump, i cili kërkon një sukses në Iran, por që të jetë me një vim sa më të ulët. Në të kundërt, kjo mund ta vendoste atë dhe administratën amerikane në një pozitë të vështirë, po pse jo edhe në një situatë të paparashikueshme, kush ka parasysh rrjedhat e konfliktit në lindjen e mesme. Ndërkaq do të kam bërë çfarë implikimesh ka edhe dërgimi i anijeve luftarake amerikane në lindjen e mesme për perspektivën e bisedimeve, sigurisht dhe për rrezikun e përshkallëzimit të menjëhershëm ndoshta. Siç e përmenda pak më parë, dërgimi i luftanijeve është pjesë e strategjisë. Pra nëse synohet që aty të vihet në presion Iran, natyrisht presioni nëpërmjet demonstrimit të forcës armatose dhe kapacitetit ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon, është tashmë një mënyrë e qartë për t'i treguar Iranit që në rast se ai nuk do të zgjedh rrugën e diplomacisë, do të përballet me ndërhyrjen ushtarake. Irani e përjetoi një veprim të tillë vitin e kaluar dhe natyrisht kjo tashmë ka arritur në një nivel tjetër, sepse tashmë gjërat janë dhe të dukshme, media të ndryshme flasin për lëvizje të trupave, të forcave, të anijeve, të luftanijeve. Mos harrojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Bahrein dhe në Katar kanë disa nga bazat më të mëdha në Gjirin Persik, kështu që Irani është plotësisht i vetëdijshëm për kapacitetin ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fuqinë e saj, por natyrisht ai ka zgjedhur ai të strategjinë të rezistojë dhe të mos dorëzohet me fjalin e parë. E qartë, do të kam bërë ndërkaq edhe një pyetje të fundit se i përket Rusisë dhe Ukrainës, ku Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar në rrjetin social X një video të presidentit Donald Trump në një deklaratë ku flet mbi luftën për Rusi-Ukrainë, dhe lidhur me këtë Trump shprehet se ka mundësi për arritjen e një zgjedhje dhe shton se urrëtia që kanë presidenti i Ukrainës Zelenski dhe presidenti rus Putin e bën akoma edhe më të vështirë për arritjen e kësaj marrëveshje. Sa reale dhe optimiste e shihni këtë deklaratë të Trump? Po, optimizmi i zotit Trump në cilësinë e presidentit tashmë ka hyrë në vitin e dytë. Edhe po siç duket konflikti Rusi-Ukrainë nuk ka nevojë për optimizëm, ka nevojë besoj unë për realizëm, i cili gradualisht po vjen mbi tavolinën e presidentit Trump dhe do të shkohet drejt një zgjidhje realiste. Pra as zgjidhja optimiste që një konflikt mund pushonte për 24 orë nëpërmjet një telefonate, por siç u pa edhe rrjedha e bisedimeve që nga 20 janari vitit kaluar, po edhe takimi i Alaskës ose samiti i Alaskës i 15 gushtit, tregoi që ai nuk ishte një konflikt aq i thjeshtë që varet nga humori i dy presidentëve, megjithëse për së vërtetës humori i dy presidentëve që janë në luftë nuk ka si të jetë i tillë, të cilët mund të ketë pëlqime apo parapëlqime ka shi njëri tjetrit. Dy vende që janë në luftë, një luftë që në mes ka shumë viktima të vrarë, shkatrime. Dhe pavarësisht dëshirës presidentit Trump, besoj që do na duhet ende kohë të presim dhe të mos harrojmë që shpesh në diplomacinë amerikane janë ndërfutur çështje të tjera. Pra në momentin që diskutohesh që shihet si konflikti Rusi-Ukrainë ishte ai që ishte prioritar, pastaj prioritar u bë çështja e Groenlandës, u bë çështja e Venezuelës, u bë çështja e Gazës. Pra në një farë kuptimi vetë konflikti Rusi-Ukrainë, i cili ishte konflikti i parë i dukshëm që filloi zhvendoset, luhatet këtej herë deri në varësi të prioriteteve që ka administrata amerikane dhe presidenti Trump, i cili për së vërtetës që me ardhin e tij në Shtëpinë e Bardhë ka krijuar ndryshimet të forta, të thella në mënyrën se si sheh ai ndërkombëtare,
raportet me vende të caktuar me cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur aleanca tradicionale, veçanërisht me Europën, Bashkimin Evropian, po dhe me vende të tjera fqinj, siç është me Kanadan e kështu me radhë. Kështu që në farë kuptimi unë besoj që gjithë kjo strategji diplomatike që po ndiqet lëviz me një shpejtësi aq të madhe sa shpesh e ke edhe vështirë të orientohesh për të mos folur për pastaj kancelarit të tjera që pothuajse me këtë shpejtësi nuk janë mësuar të ecin asnjë.